Sipas rregullorës numër 7/2024, KQZ jo më vonë se 5 ditë pas ditës së shpalljes së zgjedhjeve merr vendim për kufizimin e shpenzimeve të fushatës së zgjedhjeve. Me datën 12 qershor 2025, zyra ka pranuar nga sekretariati i KQZ-s numrin e përgjithshëm të votuesve të shpërndarë për komunat e Republikës Kosovës, ku ky numër bazohet sipas ekstraktit të parë që është përgatitur nga Agjencia për Regjistrim Civil, përgatitur Ministria e Punëve të Brendshme. Numri i përgjithshëm i votuesve sipas versionit të fundit të listës së votuesve është kalkuluar sipas paragrafit 2 të nenit 3 të rregullorës numër 7/2024, ku për zgjedhjet për kuvendet komunale dhe për kryetar komune, kufizimi i shpenzimit kalkulohet jo më pak se €1 për votues. Ndërsa kur është fjala për komunat të cilat kanë nën 10.000 votues, numri 10.000 votues të regjistruar, atëherë kufizimi i shpenzimeve kalkulohet në minimum €1.5 për votues. Lidhur me këtë, zyra i rekomandon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të marrë vendim për kufizimin e shpenzimeve sipas tabelës së bashkangjitur, ku është kalkuluar vlera për secilën komunë të Republikës Kosovës, dhe në këto do thotë janë kalkuluar për më shumë se 10.000 votues kufizimi i shpenzimeve vlen €1 për votues, ndërsa deri në 10.000 votues është €1.50. Pra vlera totale është 2.099.767, por këto do thotë kufizimi i shpenzimeve vlen për ato subjekte politike të cilat certifikohen në komunat përkatëse, dhe për këto komuna përkatëse ato nuk mund të i kalojnë domethënë shpenzimet të fushatës që i bëjnë për komunat ku ato janë certifikuar. Andaj në përputhje me këtë rekomandim, i rekomandojmë do të KQZ-s që të marrë vendim për kufizimin e shpenzimeve. Faleminderit Besnik. A ka dikush diçka lidhur me këtë pikë? Për sqarim, që ka të bëjë vetëm për fushatën. Vetëm për fushatën, po do të thotë lidhet vetëm me randën do me thonë me zgjedhjet e 12 tetorit 2025. Po, apo ka të bëjë për periudhën e fushatës, apo ka të bëjë me... Ka të bëjë edhe me shpenzimet të cilat realizohen për fushatën. Do të thotë e përfshin gjithë periudhën prej momentit të shpalljes së datës së zgjedhjeve. Do të thotë lidhet kryesisht me fushatë, po shpenzimet që bëhen në emër të fushatës lidhen, do të thotë nuk mund me të kalu vlerën që është përcaktuar. Ashtu është e përcaktuar dhe me rregullore zgjedhore. Për fushatë është shkruar, për fushatën e zgjedhjeve është fushatën për fushatëçi. Për çfarë të thonë? Jo. Po, 6 muaj. Ja, në rreth këtë do të për 30 ditë. Po tash të vjen edhe për 30 ditë, po është e vërtetë që është për fushatën, se fushata bëhet 30 ditë, po bëhet për gjitha vlerë dhe shpenzimet që bëhen në emër të fushatës që ndodhet në periudhën 30 ditore. Unë po mendoj që subjektet politike deklarojnë shpenzimet e tyre edhe 90 ditë para ditës së zgjedhjeve, por kjo ka të bëjë me buxhetin e alokuar, buxhetin të cilat ne ju ndajmë subjektet politike. Kjo shuma që unë mendoj që është për njerën në qytetar apo votues, unë mendoj që duhet jetë brenda fushatës zgjedhore për 30 ditë, sepse është bukur pak nëse ne themi që subjektet politike 6 muaj ditë ose 4 muaj tash në dispozicion të kenë vetëm €1 të drejtën në votues për shpenzime. Kështu që mendoj që kjo duhet jetë për periudhën e fushatës 30 ditore, e cila është e përcaktuar me ligj. Natyrisht pastaj shpenzimet tjera të cilat jo i monitoroni janë shpenzime që kanë të bëjnë edhe për periudhën nga sot ndoshta e tutje. Edhe më di që pastaj i parapon me ligje dhe me rregullore. Praktikisht tash edhe me ligjin për financimin partive politike dhe me rregullat zgjedhore të miratume në KQZ, shpenzimet për fushatë mund të bëhen edhe jashtë periudhës së fushatës, pra jashtë periudhës 30 ditore. Dhe për të njëjtat subjektet politike obligohen që me i deklaru në raportin tyre financiar të fushatës zgjedhore. Prandaj unë konsideroj që kjo do të më shqyrtue para si buxhet, nëse është e mjaftueshme për subjektet politike,
Dhe e dyta, me qenë se në rregullin zgjedhore nuk e kem të definuar që do t'jetë më së shumti pra 1 euro, pra mund t'jetë më së paku 1 euro, mund të rritet ajo edhe më tej për një votues, varësisht edhe prej tregut. Në anën tjetër, mirë po një çështje me shumë rëndësi që konsideroje që kanë dëshmuar dhe zgjedhjet e fundit parlamentare dhe deklarimet e financave të shpenzimeve të fushatës nga subjektet politike, konsideroj që është më se e nevojshme takime të zyrës së rezistimit partive politike me përfaqësues të subjekte politike. Nuk po flas për takime të shkurta, gjysmëmoshe, po flas për takime ku tregohen qartë se cila procedurë e raportimit të fushatës. Sepse është vetmja formë që në anën tjetër mund të kemi një gatishmëri pastaj të subjekte politike për të deklaruar financat e tyre, për të deklaruar dhe saktë, dhe në anën tjetër të përfundoj edhe ky angazhimi i madh i zyrës që e ka pastaj pas ditës zgjedhjeve për me u konsultu lidhur me komentet që i kanë subjekte politike për paqartësitë që i kanë për gjithë procesin e deklarimit të fushatës. Prandaj unë nuk po mendoj që nuk e di a mjafton kjo për subjekte politike, nëse bëhet fjalë për më shumë se 80 ditë fushate. Faleminderit. Faleminderit, kryetar. Kam një pyetje, drejtor. Sa ka qenë shumë e lejuar për kokë të banorit që është votues para 4 vjetëve? Ka qenë 50 cent për votues, më sa e di? Po. Ka qenë me rregullore që është fuqizu me hyrjen e rregulloreve në fuqi në 2024. Edhe pyetja e dytë është, cili ka qenë kriteri që ju keni vendosur që me shpenzu 1.5 euro për votues? Kjo do me thonë një kafe për kokë banori, për një votues. Është e përcaktuar me rregullore zgjedhore. Në këto kalkulime që është bosh përputje me rregullore zgjedhore. Unë e japi vetëm edhe një argument shtesë. Paragrafi 6 i nenit 3, kur flitet për kufizimin e shpenzimeve gjatë fushatës së zgjedhjeve, thotë shpenzimet maksimale për fushatë zbatohen për çdo mall dhe shërbim të shpenzuar për qëllimet të fushatës, pa marrë parasysh kohën e blerjes apo pajisjes me shërbime. Kjo vlen domethënë prej momentit se ti zhvillon procedura mas shpatjes së datës së zgjedhjeve ose kohën e aplikimit kur fillon për certifikim, ti zhvillon procedura për me e përdorur një shërbim ose diçka të tillë për qëllime të fushatës në 30 ditën që kemi zhvilluar. Prandaj kjo domethënë ky rekomandim nuk e përfshin vetëm 30 ditën. E ka saktë 30 ditën, po shpenzimi maksimal i fushatës vlen për çdo mall dhe shërbim që me rregulloren zgjedhore që kemi të miratuar në vitin 2024. Po veç me pa, sepse për neve ka rëndësi gjithmonë që përveç kufizimeve që i bëjmë, të kemi sa ma shumë edhe të inkurajojmë sa ma shumë edhe gjitha subjektet politike që marrin pjesë në zgjedhje që ata kanë edhe obligim ligjor, themi, paraqitjen e gjitha shpenzimeve që i realizojnë gjatë procesit zgjedhor. Andaj unë e konsideroj, thëmë drejtën, nevojshme që ky prag minimumit jetë 1,5 euro për këto zgjedhje. E thone pajtona që ose të mbetet vetëm për 30 ditëshin shuma aktuale që është, ose në qovë se ju konsideroni që duhet patjetër tjetë nga periudha e shpalljes së zgjedhjeve veprimet cilat i bajnë subjektet politike në shërbim të procesit zgjedhor, duhet rritet patjetër së paku në 1.5. Do me thonë, ky rekomandimi është kalkulu me minimumin që e përsa të rregullor. Thotë rregulloria thotë një minimum jo më pak se 1 euro. Do me thonë në diskrecionin e KQZ-s që këto mundet me rritën. Si për komunat që kanë mbi 10.000 votues, si për komunat që kanë 90.000 votues. Është pak problematike për shembull me thonë që na e votojmë minimumin, jo më pak se 1 euro, po sa na kupton maksimumin. Na mundemi me e lënë edhe 1 euro. Na mundemi me e bo edhe 1.5 euro. Po faktikisht, nëse dojë me qenë real, edhe vlera e parë dhe e dyta janë qesharake. Janë qesharake për shembull në kohën që e dim se sa e kushtueshme
është një fushat për një parti politike. Na nëse lojmë një euro, i detyrojmë partitë politike me kriju sistem që kanë kriju gjithmonë, sistem paralel të financimit fushatave të tyre që kalon disa herë ato që parashihet. Prandaj unë mendoj për shkakun që duhet me qenë pak më real, edhe duhet me pas një shumë që është pak a shumë logjike, arsyeshme, edhe me votu fundit ato e mjetet e tyre. Na më shumë duhet me ushqetësu burimin për nga i marrin paret ata, se si i shpenzojnë ato pare që i kanë. Okej, pra me këtë propozim, për ndryshime ku kufizohet shpenzimi në 2 euro për secilën komunë për votues, për fushat si nivel maksimal, për fushatën e zgjedhjeve, po edhe për periudhën para fushatës. Kush është për? Atëherë me 11 vota për miratohet rekomandimi për kufizimin e shpenzimit të fushatës së zgjedhjeve.